Besimi i përgjithshëm është se politikani i suksesshëm është ai që ka artikulim e prezencë, qartësi e autenticitet, ngjall besim e shpresë dhe artikulon me kthjelltësi e bindje. Por në zgjedhjet në Kosovë, dhjetra qindra mijëra vota janë dhënë për Albin Mushofa apo Se jam budalliq. ose Vlloskom lidhjen politik. nëse e vërteta e përgjithshme, e njohur dhe pakontestueshme është se politikanët duhet të përbëjnë dikë së paku të kualifikuar, atëherë pse në zgjedhje fitojnë ata që fitojnë? Kjo nuk është një pyetje as arrogante e as elitiste, por kurreshtje e sinqertë për të kuptuar përse në artin e fjalës e zanatin e bindjes, siç është politika, fitojnë figura që nganjëherë kanë probleme dhe artikulimin bazik. Albin Mushofa se ka do të kish dhe do të ka se cili udhëheqës i shtetit të Republikës Kosovës kur janë fut në 1919 me 2019. Ky lloj prototipi, pra Agim Batiri, rumbullaksoi gati 30.000 vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Ose këngëtarja e shndruar në politikane, pavarësisht që me insistim deklaronte se s'ka lidhje me politikën, populli vendosi mos t'ia vërveshin, duke ja besuar plot 45.000 vota në zgjedhjet e fundit. Mësëm vetë ka politika, unë vlloskom lidhjen politik. Ku di une? Asaj i mjaftoi një Nga po vjeno alibi në kurti prej veriut sot ulla. E kemi edhe rastin më ekstrem, ku fituesja e 40.000 votave, Adriana Matoshi, bën një farë deklarimi të çuditshëm se ka deficit në rregullimin kognitiv. Adriana, pse dojna? A din bile pse dojna? Më nësh më spjegu pse Se jam dojna. budalliq. Për vota nuk heq as krye parlamentari i rastësisë, që mbahet mend për idet inovative që shprehte publikisht. Ku e kanë një park të madh, ku du me post një platformë edhe për me bo koncerte verës, ku vinë diaspora, një livall ku mujnë milshu nonat me lujt. Ai në këto zgjedhje mori mbi 25.000 vota po ashtu. Për ide po edhe me qesharake, u shpërblye me shumë vota edhe bashkëpartiaku e bashkëvendasi i paraprakut, Valona Madani. Këna me zgjedh super gjyshen e vitit. Për moshën e tretë të gjysheve tona. Ka me u organizu një festival, në cilin festival ka me u zgjedh super mizgjyshja. Mizgjyshja në Ferizaj. Ai në dhjetor siguroi rreth 22.000 vota. Kemi edhe raste të tjera interesante, ku referencat e parukerive përbëjnë material për argumentim publik. Edhe kjo shpërblehet. Unë fle rehat sepse nuk kam frikë që kur të zgjohem, do të kuptoj se kryeministri ynë ka nënshkruar ndonjë marrëveshje të dëmshme për vendin. Citonte Mulhaxha nga sallonet e bukurisë. Qytetarët nuk është se nuk e kuptojnë kur dëgjojnë mungesë bazike artikulimi, kocira, banalitete, shprehje pa venda gënjeshtra. Por përmes një procesi interesant të arsyetimit, kur bëhet fjalë për partinë që tashmë kanë vendosur ta përkrahin, ata pranojnë ta pushojnë aktivitetin kritik e racional e të bëjnë vlerësime emocionale. Pra, kur njerëzit të mbrojnë bindjet e tyre politike, truri nuk përdor arsyetimin e ftohtë dhe racional, por aktivizon mekanizma emocional që justifikojnë atë që tashmë ata e besojnë. Sipas studimeve, siç është ai në vitin 2004 në Amerikë, për bazat neurale të arsyetimit të motivuar, një studim mbi kufizimet emocionale në gjykimin politik, partizan, në zgjedhjet presidenciale të SBA-s, ku regjistronin zonat e trurit, të cilat aktivizoheshin derisa testonin militantët partijak. Gjetën se arsyetimi i motivuar nuk u shoqërua me aktivitet nervor në zonat e trurit, që më parë janë lidhur me detyrat të arsyetimit të ftohtë dhe me rregullimin e vetëdijshëm të emocioneve. Me pak fjalë, kur votuesi arsyeton Agim Batirin, Adriana Matoshin e Dim Albashën, ai ka parë gjithçka që ka parë secili. Ai e di saktësisht kush janë, por thjesht zgjedh që të jetë emocional në gjykim, duke u vendosur në mbrojtje të identitetit partijak para të vërtetës.